Një aktivitet gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen e shkollave nga gjithë Shqipëria po zhvillohet në kuadër të nismës së shkuara për të ardhmen, me synimin për të pasuruar njohuritë e të rive mbi historinë e vendit, veçanërisht për periudha që mungojnë ose trajtohen pak në kurrikulat shkollore. Drejtuesi i nismës Goldvin Veliu theksoi se kjo iniciativë synon të plotësojë bëshllëqet në edukimin historik të brezit të ri, sipasi mungesa e informacionit të saktë mbi të shkuarën rrezikon të sjellë përsëritjen e gabimeve historike. Dhe ky aktivitet bëhet me shkollat në të gjithë Shqipërinë, quhet e shkuara për të ardhmen dhe synon që të sjellë një informacion i cili fatkeqësisht ka qenë i munguar në kurrikulat e shkollave shqiptare për të shkuarën komuniste të Shqipërisë. Pasi siç e dimë, ndonjëherë demenca historike ose lënia në arrese e historisë i kthen gjërat në mënyrë të tillë që historia të përsëritet, prandaj është shumë e rëndësishme për brezin e ri që të ketë informacionin e duhur në mënyrë që nesër kur ato të jenë në vendimarrje të dinë si të përballen ndaj sfidave të shekullit të kaluar që ishte komunizmi, por të shfaqur në mënyra të ndryshme në sisteme apo edhe parti ekstremeve, qoftë të majta, qoftë të djathta në botë, por edhe në kontekstin shqiptar. Organizatorët theksuan se ndonse episode historike mund të duken të largëta apo edhe surreale për brezin e ri, ato përbëjnë një pjesë të rëndësishme të kujtesës kolektive. Aktiviteti i sotëm do të ketë prezantime, do të ketë një mini dokumentar, do të ketë edhe dëshmi nga persona që e kanë vuajtur komunizmin, sepse kjo është shumë e rëndësishme, ndërlidhja midis brezit që e ka vuajtur drejt për drejt te brezit e ri, për shkak se shumë nga historitë e shkuara mund të duken si surreale për brezin e sotshëm, por nëse e mendojmë nuk i përkasin një kohë shumë të largët. Kështu që është shumë e rëndësishme që përveç pjesës artistike dhe kulturore, ato të kenë edhe një ndjesi emocionale, e cila mund të përkthehet pastaj edhe në rrëfime që ato i kanë pasur brenda familjes, nëpërmjet baballarëve, gjysheve ose së gjysheve të tyre. Aktiviteti përfshiu një sër punimesh kreative të realizuara nga nxënësit, të fokusuar në kujtesën historike dhe konceptin e lirisë gjatë periudhës së komunizmit. Në ekspozitë u prezantuan makete, piktura, poezi dhe krijime të tjera artistike, të cilat synojnë të sjellin historinë më pranë të rive përmes formave bashkëkohore të shprehjes.